Ky podcast është prodhim I Onovos. Mirë se vini në episodin e radhës në Për Veten. Sot do të kem nderin në fakt të kem të ftuar një mikeshën time, ajo njihet si një personazh I showbizit, e qeshur, karizmatike, mjaft profesioniste në ato që ajo arrin të bëjë dhe jep çdo ditë më shumë rreth profesionit të saj. Lej Kraja, ose Leila Kraja, siç e njohim dhe thrasim ne në shoqëri, mirë se vjen. Mirë se të gjeta, faleminderit. Nderi është I imi në fakt, sepse realisht e kam ndjekur podcastin edhe është shumë lart, kështu që urime. Faleminderit ti që zgjodhe të vish të flasësh për veten tënde. Për veten time do flas, ndryshe nga herët e tjera. Ndryshe nga herët e tjera, nuk do të ngacoj nga ana e showbizit më shumë, por do të flasësh pikërisht për jetën tënde. Që momentin ne njohim Lejen në momentin që ka ardhur në Shqipëri, momentet e para profesionale të saj dhe pastaj gjithë rrugtimi yt në karrierën tënde në televizion. Doja të dija momentin kyç që vendose të jo të ktheheshe, po të nisje jetën në Shqipëri. Në fakt ka qenë shumë e bukur. Unë isha në Amerikë dhe po kërkonin goca për në digital, për në Supersport. Dhe më thot Ervin Kurti që shiko, ne jemi duke kërkuar goca, të intereson që t'jesh pjesë e ekranit. Okej, thash, kush nuk do t'jetë pjesë e ekranit. Kthehem, bëj një audicion, ishte okej, nuk isha shumë mirë me shqipen, po ishte diçka ndryshe. Dhe me thonë, unë Santana kam qenë në gocët e parë që ka ardhur në Shqipëri dhe ka punuar në televizion me theks, se nuk është si... Po pra, është ajo bukuria e Lejt, të gjithë e din, është përzierja, kombinimi I këndshëm I Shkodranqes, po, me Amerikanqe. Me Amerikanqe. Dhe dela që bukur kjo simbioza e këtyre dy gjuhëve. Po. Edhe isha e para, dhe me thënë, se pas me të kishin ardhur italiane që janë bërë tani trend, që janë edhe po pushtojnë medien, por që ishte pak më ndryshe, kështu që drejtore që kisha aty pan një pikpamje ndryshe, pan diçka më të veçantë dhe pan një vajzë më solare. Më solare, më ndryshe, më spontane dhe nga ai moment vendosa, okay, do jem pjesë dhe nuk e dija kur ose nuk e imagjinoja kur që do isha kaq gjatë në ekran, sepse okay, është thjesht masi të arrish diçka, po të jesh stabil në një fushë është më vështirë. Po, të që thash në fillim, që ti kur e merr përsipër diçka, e çon, vazhdon. Kështu që u përmirësova në gjuhën shqipe, kam prap për të përmirësuar, po që mësova shumë në fushën e ekranit, mësova shumë në këtë fushë të veçantë, kështu që nga ai moment thash, okay, do vi këtu në Shqipëri, do ta provoj, edhe më ka shijuar shumë Shqipëria, më ka dhënë shumë mitësi, shumë përvojë. Duket që të ka shijuar, fakti që një vajzë e lindur, e rritur, e formuar, e shkolluar në Amerikë, vjen dhe stabilizohet dhe gjen veten në Shqipëri. Po. Tu besoj të pyetja ta kam bërë gjithmonë. Edhe ta kam bërë shpesh. Po është më mirë apo? Jo, sa shqiptare ndihesh dhe sa amerikane. Gjithmonë shqiptare do ndihem, gjithmonë. Thjesht kam pasur pak vështirësi në përshtatje me mentalitetin ndonjëherë, me pjesën e kunjave, sepse ne shqiptarit kemi këtë pjesën e kunjave dhe mezi e gjeja veten në fillim si isha shumë e sinqert, shumë e drejt për drejt. Ndonjëherë flisja më shumë siç duhet, po jo nga budalliku, po thjesht nga mënyra se si ti ishe kultura e Amerikës që okay, ti thua një gjë pa të keq, kështu që mësoj Shqipëria që mase do të jetë më përmbajtur, më enigmatike, më misterioze, kështu që vetëm te kam pasur problem. Të ka ndryshuar karakterin deri diku? Po. Të ka ndryshuar. Si ka qenë ti në Amerikë? Se ne përmendëm e nisëm pikërisht me faktin nga momenti që ti mbërrite në Shqipëri dhe si të njohim ne këtu. Nuk e njohim Leilën e Amerikës. Në fillim, domethënë, mend kam dhënë një intervistë në fillim fare dhe ishte një gjë që ka bërë nami nga sinqeriteti, edhe unë kam qenë shumë sinqert siç duhet Santan. Domethënë Leila Amerikës është shumë e sinqert, pa filtra, flet më shumë siç duhet për Shqipërinë, se nuk ka një. Po çfarë theti që bëri kaq shumë përshtypje? Po, ishte një gjë që tani
pendom që kam thënë, po ishte që po t'ishte vllai yt gay do e kisha problem, edhe unë thash jo, nuk do e kisha problem, do më pëlqente shumë. Edhe ishte një gjë që bëri nami, kupton në përrjet, edhe unë thash pat keq se unë them për seksualitetin e një personi nuk gjykoj fare. Edhe nuk më duket një problem që një person t'jetë gay, straight, ti jetë çfarë të doj, thjesht me lej mu rahat dhe jam okay, kupton edhe unë. Se po ta jepet tani intervistë nuk do të ishte kjo paraqekim në fakt, sepse varet shumë dhe nga koha që ke dhënë. Po, koha ka qenë e çuditshme atëherë, ka qenë para 8 vitesh, kështu. Nuk i pranonim shumë kollajt këto ndryshime të mëdha në lidhje me seksualitetin në fakt. Kështu që ka bërë nami dhe atëherë isha shumë amerikane, kështu që kam ndryshuar. Nuk e di a është për mirë apo për keq, po që lej ka ndryshuar në Shqipëri ka ndryshuar. Të ka kushtuar këtë ndryshim? Thjesht më ka bërë të mendoj shumë, do të thënë ndryshimet që më kanë bërë të reflektoj shumë për veten time. Nuk e di siç thash, nuk e di a është mirë tani që jam përmbajtur, që mbaj më shumë sekrete, që mbaj më shumë për vete, që mbaj jetën time personale. Nuk e di a është mirë apo keq. Po për këtë formul këtu besoj që është okay, është mirë. Do të përshtatet sipas vendit. Po, sipas vendit. Çfarë të dha Amerika që erdhe e përgatitur deri diku? Ti merresh me pjesën e bukurisë aty apo punoje? Kam qenë Miss California, kam qenë në Amerikë që kam konkuruar për Miss World America. Edhe një gjë që më ka mësuar Amerika është që t'jesh më shumë këmbë në tokë. Ndryshe nga këtu, domethënë atje ka pafund bukuri, pafund njerëz të zgjuar, pafund njerëz të aftë, edhe të bën realisht më humble, siç themi në Amerikë, më modeste. Kjo më ka mësuar, modestin më ka mësuar Amerika, që t'jesh me këmbë në tokë, që t'jesh mirënjohëse, sepse realisht është shumë e vështirë të qash në një vend si Amerika, kështu që edhe këtu në Shqipëri është shumë e vështirë, nuk po them vetëm në Amerikë. Po edhe në Shqipëri, domethënë jam mirënjohëse për çdo njeri që më ka ndihmuar, nuk ka harroj ty, domethënë ndihmën tënde, nuk ka harroj kur ndihmën që më kanë dhënë njerëzit. Kështu që mirënjohja më ka mësuar Amerika, më ka mësuar të jem me këmbë në tokë, thjesht të jem modeste. Po shkolla, sa të kanë ndihmuar? Shkollimi që ke bërë? Për çfarë ke mbaruar? Kam mbaruar për biznes ndërkombëtar, master marketing digital, më ka mësuar që çdo gjë fitohet me meritokratësi. Po. Kështu që thjesht punosh për atë që do edhe arrihet çdo gjë me gjëra konstante, me përditshmërinë, do të thënë gjërat duhen bërë, suksesi nuk është thjesht të arrish një gjë, po ta bësh në përditshmëri të njëjtën gjë. Të kesh koherencën, të kesh konstantën tënde gjatë zhvillimit tënd profesional. Mban mend ndoshta fjalët e para që ke pasur vështirësi ti thuash në Shqip. Kur ka ardhur dhe ke bërë transmetimin? Shumë, si ishte gjithë këto termat e sportit që i kisha shumë të vështirë për t'i përdorur kënd. Po, do të thënë gjithë këto termat e sportit kam pas vështirësi në fillim, sepse me përkthyja sa ta procesoje trurin, ka qenë shumë e vështirë kjo pjesa e termave sportive. Një gjë që thoja unë gjithmonë në fillim, që ma zhdukën nga fjalori, ishte bajagi. Bajagi e vështirë. Më thonin më tha drejtori, e the një herë, mos e thuj më këtë fjalë. Nga gjete? E kishe nga familja? Po. Bajegi shumë mirë, kupton, mos e thuj kur më. Ishte një fjalë që e përdorje gjithmonë. Ishte skandal. E përdorje gjithmonë bajegi ishte si. Dhe iku besoj. Po, zhduka nga fjalori, nuk e përdor më bajegi. Sa tradicionali në familje? Tradicional, me mbani shkodrançën ende traditën koreane, dialektin po. Turp që ti e ke ndryshuar dialektin, sepse nuk ka dialekt më të bukur se shkodrançja, është identiteti yt. Po tani në ekran, për qenë në ekran nuk mundesh, domethënë, nuk ka flasim gjuhë pastër shqipe. Domethënë, okay, ka vend, po që jo që të flas puro shkodrançe, kështu që Je lidhur ti me familjen tënde? Jam e lidhur më shumë me motrën e me vëllezërit. Kemi grup chatet, flasim, e kanë shumë qejf Shqipërinë, janë shumë krenare për mua dhe unë jam shumë krenare për ata. Unë jam më e madhja e 4 fëmijëve, kështu që gjithmonë kam qenë pak më protektive.
Edhe e kujdesi sidomos për vllajën më të vogël, atë e kam rrit vetë, sepse kur u divorcuan prindërit, mami u detyru të bënte edhe rolin e babit, edhe rolin e burrit, edhe punonte gjithkohës e shkreta, kështu që jam marrë shumë e vllajën tim të vogël. Sa vjeç ke qenë? Kam qenë 13 edhe i bie vllai im ka qenë 5 vjeç, kështu që e bëja për të ngrënë, kujdesesha për të, e kam si fëmin tim, edhe gjithmonë kur lëndota im po kam një nënë aty brenda, kështu që jam shumë e lidhur me vëllezërit e motrën, sepse kanë përjetuar edhe ata divorcin e prindërve dhe ka qenë shumë e vështirë. Si e ke përjetuar vërtet këtë divorc? Domethënë të kalon gjurmë edhe më vonë? Unë kam kalu depresion. Kalova depresion kur isha e vogël, mënyrën se si e menaxhuan prindërit nuk ishte mënyra më e mirë, në për gjygje, në për gjëra, edhe realisht jam mërzitur shumë, kam kaluar ankth, depresion, edhe nga ankthi depresioni që qaja, revoltosha, isha rebele dhe në shkollë, filluan notët më bien, dhe nga kjo më nisi mami në Shkodër për tjetuar një vit. Se dija që ti pas ka ardhur edhe në Shkodër? Një vit kam bërë gjimnazin në Shkodër, sepse nuk e përjetova mirë divorcin e prindërve. Kështu që më nisin në Shkodër për të strukturuar, shkova te shtëpia Dajës. Daja më mori për të më stabilizuar, për të më integruar, kisha kushirët në shtëpi që ishin afër moshës time, kështu që e harrova dhe realisht aty u dashurova me Shqipërinë, sepse më bëri gjithmonë, me sa duket, e lidh Shqipërinë me faktin që më bëri të harroj divorcin e prindërve. Dhe më jep një njësi të ngrohtë, dhe që atëherë gjithmonë kam dashur të jetë, gjithmonë kam dashur të jetoj në Shqipëri, sepse e lidh me atë njësinë që ma hoqi atë bimjen. Dashurinë e të afërmëve të tu, të cilët janë gjendur në atë moment. Janë gjendur në një moment shumë të vështirë, edhe mësova shumë. Shkolla në Shkodër ishte më e vështirë se shkolla që bëra në gjimnaz. Kështu që u avancova, ishte një mësim shumë i mirë, shumë i mirë. Edhe në një moshë para adoleshente, të them. Delikate, shumë delikate. Shumë moshë delikate, kështu që jam mirënjohëse për atë vit që bëra në Shkodër. Mendon që divorci i prindërve, përveç dhimbjes që të ka dhënë, në një farë mënyrë në rritjen tënde ka kontribuar në thonjza, të themi, te pjesa e forcimit tënd të karakterit? Po, më ka ndikuar, thjesht një gjë që vë re që të mashkull që do kem në jetë, e shoh që nga mungesa e babit në familje, sikur kërkoj gjithmonë atë rolin e mbrojtjes, një mashkull protektiv, një mashkull që do kujdeset për mua, që do jeti i sigurt për mua, e shoh që ndër vite e kam vujt këtë zgjedhje. Besoj se ke bërë zgjedhje të cilat kanë lidhje direkt me prindërimin. Po, me prindërimin, gjithmonë. Figura e tij aty jetë njëkohësisht dhe një figurë atërore deri diku. Po, kështu që këtë kam vënë re. Nuk e di a kam korrigjuar këtë gjë ndër vite, që mos ta shoh mashkullin si prindër, po si partner, si shok, si mbështetje, po jo si prindër. Më duket këtë kam vënë re një gjë në zgjedhjet e mia. Kur trokite për herë të parë te psikologu? Ke qenë shumë e vogël apo më vonë? Kam qenë e vogël. Ashtu? 15-16 kam shkuar në psikolog. Mendoj që është një gjë shumë e rëndësishme për mua. Psikologu është një must në jetë. Unë akoma sot e kësaj dite kam psikolog, kështu që unë them që çdo njeri do të shkojë te psikologu. Çdo njeri ka nevojë të hapet, të rrefehet, të analizojë, të reflektoj, edhe sikur ti je mirë. Domethënë, mund duket një gjë shumë e shëndetshme, mase këtu ka filluar mendor është shumë e nevojshme. Po, kanë filluar njerëzit të sensibilizohen. Ta praktikojnë, mos të kenë turp më. Thjesht unë them që friksohen që mos i hapin mohabetet, mos hapin, po jo. Janë shumë profesionale psikologët këtu në Shqipëri, kështu që jam shumë e kënaqur. Kam
psikologën time me Melodin që e përshëndes dhe realisht jam shumë e kënaqur. Ndihesh vetvetja. Se kjo është e rëndësishme. Të shërohesh. Secili ka nevojë të shërohet në një farë mënyre dhe unë jam gjithmonë në proces shërimi. Po në lidhje me suplemente, sepse patjetër që ankthi, stresi, gjithë gjendjet mentale janë të shoqëruar edhe me pjesën e suplementeve. Në Amerikë, ndoshta ti ke qenë shumë e vogël për t'i përdorur, por këtu ne kemi edhe pjesën e aksonolit që është vërtet qetësues, jo vetëm për ankthin dhe për stresin, por edhe për të bërë një jetë sa më të qetëse. Gjithë dita jonë është e stërmbushur. Po, e stërmbushur me stres. Kështu që dashur pa dashur do prekemi diku gjatë ditës, por aksonoli është vërtet në ta bëjmë dhurat. I ke do e marrësh me vete, edhe efektet që do t'japin, por i përdori edhe andeja? I përdorja, po. B12, magnez, që kisha mungesë, që më thonin që edhe ndikon në pjesën e depresionit. Pa, që luan një rol shumë. Magnezin, zinc, të dy bashkë, patjetër që multivitaminat, gjithmonë i ka marrë si ka qenë edhe pjesë kulturës amerikane që të kujdeseshim nëpërmjet vitaminave. Kështu që gjithmonë rregullisht i ka marrë dhe mezi pres ta provoj këtë. Është vërtet fantastik. Unë nga dy produktet që i dashuroj është ky dhe pjesa e tretjes, sigurisht që ajo ka një efekt shumë të rëndësishëm në pjesën shëndetësore të tonë. Pyetja e fundit ndoshta në lidhje me divorcin e prindërve aktualisht, marrëdhënien tim me ta si e ke? A ke arritur t'ia flasësh në njëri prej prindërve të tu gjithë problematikën që ti ke hasur si fëmijë, kur ishe fëmijë? Momentin që ndodhi. Ose më mirë të them, nuk mund të bësh tani të themi atyre një analizë rreth mënyrës se si ata kanë vepruar si prindër. Por ndoshta ke arritur që të nxjerrësh nga vetja atë që nuk mund të do t'ja thuash kur ishe vogël. Dëgjoj gjithmonë ja them Santan, edhe mami ka një gjë që mendon që çdo njeri ka një histori, thotë, kështu që çdo njeri mos u anko, mos u viktimizo, se çdo njeri ka një histori, çdo njeri ka vuajtur një jetë, çdo familje ka ato të gjërat e veta, kështu që lutem, këtu nuk jam dakord ndonjëherë me të, se dua që ajo të kuptoj që realisht e kam vuajtur. Je prekur nga ai moment. Prekur. Do doja shumë të më mirë kuptonte pak më shumë në këtë situatë. Pikërisht në këtë momente, mendoj që kur je arritur, nuk i thua ato gjëra që mund të thuash kur je fëmijë. Domethënë sot je i pjekur, ke arritur të ndërgjegjësosh dhe veten, të reflektosh me gjithë veprimet edhe të prindërve, ndoshta edhe mund të kenë gabuar. Por të patën të kenë mirësinë sot jo të thonë më fal, nuk është asgjë, sepse është vendimi i atyre, por momenti me fëmijën është një raport tjetër që zgjidhet të bëhet. Normalisht nëna është nën. Nëna është nën edhe e kuptoj, do të thonë jam shumë. Ajo ka gjendur në shumë vështirësi me 4 fëmijë. Me 4 fëmijë ja ka dalë vetë. Ndonjëherë them edhe divorci është pak më mirë se sa të rish edhe të rish i pajuntur në një çift, kështu që nëse një marrëdhënie nuk funksionon, nuk funksionon. Mami dhe babi janë bashkë. Kështu që janë ribashkuar, kështu që ka dhe kështu rastesh. Edhe them me veti ndonjëherë vini natë se them na keni bërë të vuajmë edhe pastaj bashkohemi. Po sot marrëdhëniet kanë shumë si e ka marrëdhënien? Të dy? Të dy janë shumë miqësor me njëri tjetrin. Domethënë janë shumë miqësor. Nuk bëjnë pa njëri tjetrin. Nuk e di, nuk bëjnë. Janë shumë miqësor me njëri tjetrin edhe më ka habit fakti që edhe mund të rikthehesh me një ish, kështu që ka raste. Unë se kam besuar kur që mund të rikthehesh me një ish, po që paska raste të tilla. Ka raste të tilla dhe shembulli më i mirë është që ti ndryshe nga shumë personazhe të tjerë, është fakti që ti i thua këto pa kompleksi. Edhe pse sot sa vite kanë kaluar që kur je kthyer nga Amerika? 8 vite? 8 vite. Ti mund të kesh bërë ndonjë filtr shumë të lehtë, po prap ti e lej. Leila Amerikës. Nuk ndryshon, jo. Nuk ndryshon fare, absolutisht. Unë them që është rëndësishme të ndash histori, sepse ka të tjerë që kanë raste të tilla dhe na ndëgjojnë edhe e gjejnë veten, kështu që nuk ka asnjë gjë të keqe. Jo, kjo është një gjë që të shprehesh, por nga ana tjetër ka njerëzit komplekse dhe atë jetën e tyre edhe pse me shumë drama, nuk e thon. Duan të kenë atë fasadën perfekte. Po vitrina të jetë sa më perfekte. Po unë besoj që jeta nuk është fasadë, kështu që jeta sa më reale ti jesh, aq më me këmbë tokë je dhe e kupton se ku je. Nuk e di se sa njerëzit që të njohin, dinë dhe disa gjëra të tjera që në lidhje me ty. Për shembull, ti je nga ato goca që vërtet duket sikur
je vajza e ekranit, e showbizit, je vajza seksi, vajza e sportit, e shumë spektakleve të tjera në vijim, por ti ajo vajza që ke ca regjime të tua, të tipit. Edhe pse ne mund të jemi të dala, në grup ti e para që do të thuash do iki se do ja di ke flet gjumë, se kam gjumin tim. Gjumin e zhekut, gjumin e natës, nuk jam tipi që dal jetë natës. Nuk e bën jetën e natës, ë? Nuk para dal. Edhe kur jam single, edhe kur jam kështu, nuk është para dal jetë natë. Unë dua shumë rahatin time, dua shumë atë gjumin e bukurisë, duhet flejnë orën 10, të zgjohem herës, dhe me thënë, ky është regjimi im, nuk është si jam e jetës natë. Do doja t'isha mase më çmondur, pak më Fjodora Fiore thotë, shef lejnë gjithë kjo gocë, edhe flen gjumë në orën 10, kupton? Kështu që unë jam për regjimin të fjeturit herët. Përveç regjimit në pjesën e gjumit e këto. Cili është regjimi yt, në fakt? Gjatë ditës, rutina jote? Zgjohem herët, dal për na ecje, lexoj ndonjë libër, se kam këtë minimumin gjysmore në ditë të lexoj, se duket shumë e rëndësishme dhe humbet mendimet. Në shqip apo në anglisht? Në shqip që praktikoj gjuhën tonë të bukur. Dhe pastaj shkoj në punë, pi një kafe me një shoqe, kur jam në palestër, pastaj bëj palestrën pas dite, edhe je rregull në palestrën? Kam disa muaj që se kam bërë, dhe me thënë që kur bëra pushime on top, nuk e kam filluar më, po duhet të filloj sepse është shumë e rëndësishme nga ana psikologjike mbi të gjitha, dhe me thënë përpos fizike, nga ana psikologjike dhe ndihmon shumë. Në lidhje me ushqimin, vetë sa kujdesshme je dhe a di të gatuash ti? Unë jam e kujdesshme me ushqimin, por si gjithmonë ka një por, unë nuk di të gatuaj, dhe me thënë është një gjë që kam minus, se cili ka minusët, edhe unë nuk di të gatuaj, di shumë pak. Ka shumë receta për makarona, bez, oriz, kaq, këtë të tjerët nuk di, do doja shumë të dija ose të mësoja dhe kërkoj një partner që di të gatuaj. Do me thëmë, përveç se që protektiv, të di dhe të gatuaj. E mirë, dëgjojni mirë këto kërkesa, shënojnë. Jam në një kërkim të partneri që di të gatuaj. Diri diku më shkonte në italian, në mendje. Po jo, po heqim të mundësi. Po, kështu që pjesën e gatimit, unë në them është një gjë i lakmoj njerëzit që din të gatuaj. Seriozisht, e kam shumë. Ke dështuar gjithmonë ti me recetat? Nuk jam shumë mirë, nuk më shijon ushqimi që gatuaj nga dora ime, nuk e di. Nga cili të shijon, për shembull? Kam pas partnerë që kanë ditë të gatuaj. Dhe me thënë, edhe kanë gatuar shumë mirë dhe më ka shijuar shumë nga dora tyre. Kështu që përveç gjithë tjerave do dini dhe të gatuani. Të lutem. Një gjë tjetër që duam ta zbulojmë është dhe që fakti ti manifeston. Ma shpjegon që këtë lidhjen e manifestimit tënd. Okej, unë besoj në Zot, edhe besoj që ka një Zot që nuk e di tani, mund të quaj Zot, po që manifestimin unë e lidh edhe me Zotin, do të thënë që ti mendon pozitivisht, se është shumë e rëndësishme të mendosh pozitivisht dhe jo negativ, se e ke vënë re kur e nis ditën keq, të shkon dita keq, do të thënë është vërtetë, po. Kot nuk garantonshme nisë ditën me buzëqeshje. Po. Edhe unë besoj shumë në energjinë që jep, energjinë që kultivon. Besoj që është një shprehje që thotë që jeta jote që e ke ndëruar 5 vite të realizohet, do të thënë pas 5 vitesh. Edhe unë e shoh që jam me arrirë në karrierë, manifestoj për momentin tani familje, manifestoj një fëmijë, dua shumë të kem një fëmijë, manifestoj një martesë, dua shumë të bëj një dasëm, nuk e kam dashur dasmën, po këtë vit nuk e di, më ka ndryshuar mendja, them dua një dasëm, dua një dasëm, edhe jam shumë pro e manifestimit. Them që kur ti mendon mirë ose mendon ca qëllime që ke në jetë, realizohen. Po se realizohet ky manifestimi? Do të thonë ti manifeston çdo ditë të jetës apo atëherë momente që ti je keq?
Edhe kur jam keq, po unë them është një gjë që bën çdo ditë të jetës, është një gjë që implementon në përditshmërinë tënde, jo vetëm kur je shumë keq, po kur je keq, po. Patjetër. Edhe është një gjë që të mëson manifestimi është mirënjohjen, domethënë të falenderosh universin, Zotin për çdo gjë që ke, sepse vjen më e mira, dhe kjo është e vërtetë, domethënë kur ti je falendëruese për gjërat që ke, gjërat më të mira vijnë në jetë, edhe ky është manifestimi, që ti të jesh gjithkohës falendërues, gjithkohës ta thuash një gjë sikur e ke bërë, domethënë jo që do e bësh, po e ke bërë, sikur e ke realizuar. që unë kam një jetë shumë të mirë, unë jam me një punë shumë të mirë, unë jam me një partner shumë të realizuar, domethënë kjo është pjesa e manifestimit, dhe besoj shumë që funksionon, sepse realisht shoh që shumë gjëra më janë plotësuar, po. Beson ti tek syri keq? Besoj të energjia negative. Unë them sa më larg energjinë negative, sa më pak të hapësh për jetën tënde personale. E shoh që nuk je shumë e hapur, do të prekjam pak tek pjesa e Instagramit. Shumë pak postime, do të themi, ato janë postime profesionale. Profesionale, nuk janë jeta jote e përditshme. Jo, zgjedhje momentale apo? Është zgjedhje. Unë besoj që jeta ime është jeta ime dhe nuk kam pse ta ndaj, domethënë përditshmërinë time, çfarë bëj me njerëz të tjerë, sepse realisht ka dhe njerëz që janë negativ, edhe të ndikojnë për keq në jetën tënde. Shohin, një gabim që bëra unë është që unë postova shtëpinë time në Saran. Ishte gabim shumë i madh, sepse komentet ishin shumë negative, edhe më shkuan shumë gjëra tërës pas asaj, dhe thash unë të postojsh një shtëpi time në kur. Lejnë ta njohin jashtë territorit shtëpisë. Jo Dhe me thënë jashtë, në punë, Instagram nuk jam shumë qeflie postimeve. Do doja shumë t'isha më aktive kështu, por nuk jam. Po vetë bën scroll për të tjerës? Scroll që shoh? Po, shoh. Më pëlqen kur shoh content të njerëz të tjerë. Dhe po them, kjo gjë që bëj unë, nuk them që është e duhura. Do të thënë ka njerëz që postojnë nga përditshmëria e tyre dhe i shoh, edhe i shijoj që i shoh. Po nuk them që është gabim ose po për formulën time unë nuk jam për të postuar shumë gjëra personale. Do të thënë gjërat në përgjithësi, gjërat në total, po jo kështu në detaje. Flasim çik edhe për horoskopin? Po, unë jam e fiksuar pas horoskopin. Edhe shenja e famshme Gaforës, mbretresha të qarave. Të qarave, emocioneve. Tani, okej, ca thonë që nuk besoj në horoskop, unë besoj për shkak të se karakteristikat që ka shenja ime, unë e gjej vetën, dhe me thënë që jam shumë emocionale, jam shumë lunatike, jam shumë qaramane, jam shumë sensitive, Gaforja që është shumë besnike, gjitha këto unë i kam si karakteristikat, edhe unë e gjej veten tek shenja ime. Nuk e di tani sa të vërteta janë, po unë jam filxhane më shumë apo pjesa e letrave? Filxhan kur s'kam pi. S'ke pi? S'kam parë kur dhe fallë për një filxhani. Në letra, po, kam besuar. Unë besoj që njerëz kanë dhunti të ndryshme dhe kanë dhunti ca për të parashikuar. Në fakt kjo gjë nuk është e mirë, nuk lejohet. Unë jam muslimane dhe nuk është një, por kam parë letra. Edhe kam pas njerëz që mi kanë gjetë gjërat, kështu që unë besoj që besoj fort që ka njerëz me dhunti që mund shohin të ardhmen. Para disa vitesh, në kopertinën e revistës Living e shprehur, kush nuk bën për dashurinë është i humbur. Vazhdon të mbështesësh për të. Kush nuk bën për dashurinë është i humbur. Realisht, dashuria është njësia më e bukur që mund të ketë jeta, dhe ai që nuk sakrifikon ose i vi me laps me letër, sepse këtë gjë më kanë thënë. Ke vënë një logjikën ti përpara ndjenjës? Këtë më kanë thënë, që më thonë shoqet, jeni një moshë tani që do të ecesh me llogari, po unë kur po zgjeta dashurinë, unë realisht do jem vetëm. Më mirë vetëm se sa pa dashurinë. Nuk jam këtu për të bërë llogarinë që a ka para ose më ka ik mosha, duhet bëj një fëmijë. Nëse nuk jam me partnerin e duhur, unë më mirë vetëm se sa pa dashuri. Unë kam sakrifikuar për dashurinë, nuk mendohem fare që kam sakrifikuar, gjithmonë do sakrifikoj për dashurinë. Është një gjë që do e bëj gjithmonë, sepse nuk
nuk ka si dashuri, dhe ai që e humbet dashurinë është i humbur, është humbur, e humbet. Edhe i humbur dhe me ty. Por përveç se fakti si dashurisë në konceptin e vet, domethënë fjalës. Cili do të ishte ai burri ideal? Të shtojmë ca pika të tjera përveç se të jetë ai që duhet të jetë. Që jetë gatuar, të ditë të gatuar. Një shef kuzhina shumë i mirë, i sinqert, i përkushtuar, edhe thjesht jetë familjar. Dua një person që të jetë aktualisht familjar. Je dashuruar? Je në një lidhje ndoshta, themi? Nuk mund të them këtë, as e dashuruar, as single, as kështu, po e mirë pres dashurinë. Kështu që kush do që të dashurohet. Ti po manifeston ndërkohë, kështu që për dashurinë po manifestoj. Kështu që për dashurinë, për një familje mi të gjitha po manifestoj, për një fëmijë, kështu që këto janë manifestimet e mia. Unë po i them këto me zot lart se ca thonë që nuk bën ti thuash dëshirat me zot lart, po unë do të them me zot lart sepse realisht mendoj që do ndodhi shumë shpejt. Kështu që jam shumë e sigurt për këtë. E ndjen që do kemi një fëmijë së shpejti, e ndjen që do kemi një familje së shpejti. E ta uroj me zemër këtë pjesë. Faleminderit shumë. Li, nga pjesa e karrierës, nisëm që në fillim faktin që ti hyre si një prezentuese moderatore sportive. Më pas të kemi parë dhe në disa spektakle të tjera, je stabilizuar për 2 a 3 vite në sezonin e Pushime on Top. Aktualisht je në Top Albania Radio. Përveç sportit, njerëzit janë kënaqur gjatë verës, edhe me faktin e momenteve shumë gëzmore që ti u ke sjell gjatë pushimeve on Top. Cili ka qenë ai më pikanti që vërtet ti ke pasur, nuk harroj një moment me disa shalqi? Po, ajo ka qenë shumë eksperiencë. Në lushnje mos gaboj? Mi shalqi në lushnje, që realisht ai ka qenë një nga eksperiencët më të bukura. Këtë gjëra që bën në terren, se sigurisht intervistat me personazh, për shembull, intervistën që më ka pëlqyer më shumë ka qenë me Elton Ilerianin, sepse realisht ka qenë pa komplekse, ka bërë intervistën shumë të thjeshtë. Gjuhën e njëri tjetër përbashkët, po kjo më shalqi ishte, këto gjëra që janë në terren janë shumë të bukura, gjëra spontane, terreni më pëlqen shumë, të rrit nga ana profesionale, je shumë spontan, sikur ke mundësi me nxjerr rapsitë e tua, kështu që Pushime on Top ka pasur plot momente. Është emision i lodhshëm, ke parasysh, fillon që në mëngjes, duhet regjim, duhet flesh herët, duhet të jesh e përgatitur me intervista, duhet të jesh përgatitur me materiale, je në hotel, në rrugë. Anja tjetër ti eksploron në një farë mënyrë edhe Shqipërinë, kështu. Po, kam eksploruar shumë vende që si kam parë ndonjëherë Lepush për shembull, se kisha parë asnjëherë Ersekën, që se kam parë asnjëherë e kisha parë. Vende shumë të largëta, kupton, Korçën që kemi eksploruar, Lushnjën që kemi eksploruar, Divjakën. Do kemi edhe një sezon tjetër këtë vit? Besoj që pa. Eni është shefi, po... Eni është vërtet një djalë punëtori, cili është shumë i aftë në atë që bën, dhe që realisht edhe ty e jeni një simbiozë dhe një çift shumë i mirë televiziv. Harrova një detaj tjetër. Po, harrova detajin që si jam njohur me ty, jam njohur pikërisht nëpërmjet ne kemi bërë një sezon së bashku. Harrova këtë detajin që ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Po vërtet ishte një moderinë ndryshe në RTSH në atë kohë. Ka qenë shumë e veçantë, domethënë formulën që sollën ne ishte shumë e veçantë dhe kemi krijuar miqësi shumë të afërt me gjithë stafin aty. Po më mësoj sepse realisht isha afër teje, isha afër Fjodorës, isha afër Junides, isha afër profesionistëve, Iva ishte atko. Edhe mësova shumë se si të konceptoja një intervistë, se si të isha korrekte me të ftuarit, mësova shumë nga ju, kështu që ishte një eksperiencë që realisht Zoti ndonjëherë të bekon aq shumë, edhe realisht kam qenë e bekuar që kam qenë me ju në atë kast. Faleminderit nga gjithë ana një gjithë grupi. Tani aktualisht je në Top Albania Radio. Të pëlqen radio? Të gjithë thonë që është shumë është dashuri, realisht është dashuri, sepse ti fokusohesh më shumë në atë që thua, domethënë se sa thjesht pamje, dhe kam mësuar shumë në radio se si ti jem më aftë në të folur, se ti jem më rrjedhshëm, ta zgjeron fjalorin, është një provë shumë e mirë, një shkollë shumë e mirë, radio është një shkollë shumë e mirë që më ka përgatitur, më përgatit gjatë gjithë vitit për Pushime on Top, them gjithmonë.
On top e yt në karrierë, cili mund të jetë? Pushim on top. Mendon që është pushim on top në karrierën tënde? Po, në karrierën time ka qenë pushim on top, sepse është një emision shumë i vështirë dhe ja kam dalë. Do të thënë, sidomos këtë vitin e tretë ja mora dorën shumë dhe më duket kulminante sepse më ka dhënë më shumë oportunitete për të bërë gjëra të tjera, kështu që pushim on top. A do doja të kisha një spektakël, patjetër që po, por nuk i dihet kur jetës, domethënë. Je luftarake ti në drejtimin e marrjes së gjërave që duhet patjetër në këtë tregun ton mediatik të fuqishëm që secili do të marrë pjesën që i takon, ndonjëherë atë që të takon, no? Po, jam luftarake deri diku, unë i di edhe limitet e mia dhe jam më këmbë tokë që them që kam bërë edhe realisht për aftësi që kam pasur unë për gjuhën, për eksperiencën, unë them që kam marrë pothuajse maksimumin. Mund të bëj një gjë më shumë, po kam marrë maksimumin e ekranit. Edhe nuk e di a do jem më shumë gjatë në ekran, nuk e dihet, domethënë. Këtë pyesja. Sheh vetëm pas 5 vitesh në manifestet e tua që do të jesh pjesë e ekranit? Nuk dua ta lej kur ekranin, po nuk dua të jetë një gjë parsore. Domethënë, dua të jetë një gjë dytësore edhe të kem fokus karrierën time që kam mbaruar për marketing digital, për biznes të kombëtar, do bëj një punë tjetër. Këto po manifestoj tani. Po jo për ta lënë kur plotësisht ekranin, se pjesa e artit është dashuri, domethënë. Nuk të bëhet që ta lesh plotësisht. Si të identifikojnë ty? Si vajza seksi, vajza funny, aktualisht? Se ndoshta në fillim dikur vajza seksi shumë, vajza sportit, po tani vajza më funny, më spontane, më sinqert, kështu më identifikojnë. Të pëlqen besoj se më shumë. Më shumë se sa seksi, po, se unë nuk jam për pamjen e jashtme, po për brendësinë e një personi, kështu që kur të thon për shembull funny ose leje zgjuar, të bëhet më shumë qefi se sa seksi, sepse vajza seksi ka sa të duhet Shqipëria, vajza të bukura ka sa të duhet Shqipëria. Jemi të mbushur, të bekuar nga Zoti me vajza të bukura këtu në Shqipëri, kështu që normal. Rutina jote në lidhje me kujdesin ndaj fytyrës, trupit, ke ndonjë rutinë? Krem trupit gjithmonë, se mua më thahet shumë lëkura, pastaj retinolin që e përdor në darkë, një moisturizer, domethënë një krem hidratant, po. Dhe këto do njëherë me sharabel që e bëj gjithë domen para se të flej gjumë, dezi pak sharabel që të qetësohen, që të pastrohen, pason ajrin dhe negativitetin. Po, negativitetin. Kështu që kjo është rutina ime, nuk është ndonjë gjë shumë Je për ndërhyrje, ke bërë ndonjë ndërhyrje? Jo, Botox kam bërë, po ndërhyrjet e tjera jo, domethënë Botoxin e bëj çdo 6 muaj. Do e vetes në një moshë akoma më të madhe? Gjithmonë kam dashur me bërë këtë tërheqjen e syve. Base me kalimin e kohës, do e bëj. Mos prek asgjë për momentin, lejse shumë mirë. Faleminderit. Po që nuk jam kundër ndërhyrjeve, dua të bëj dhe gjoksin në një moment të dytë, mase kur të bëj fëmijë. Kam qejf, domethënë, unë nuk jam kundër ndërhyrjeve, thjesht nuk kam qejf kur janë të egzageruara, domethënë që del jashtë vetes. As për copy paste nuk jam, që të jenë gjithë njësoj, sepse janë bërë gjithë njësoj, një standard hunde, buze. Jam për këto naturalitetin, po nëse ke nevojë për një gjë që ti të ndihesh mirë, why not? Thjesht mos dalësh si të gjithë. Po, si të gjithë, kjo është e gjitha. Ku ti ke ngjarë nga bukuria? Nga bukuria, mund të thonë nga mami i mamit, po unë shoh edhe nga babi shumë tipare të ngjashme, kështu që nuk e di mix jemi, asnjë edhe në familje ndër fëmijët asnjë nuk ngjan me njëri tjetrin, kështu që janë shumë ndryshe nga njëri tjetri në pamje fizike, kështu që jemi gjithë ndryshe, gjithë mix them se asnjë masi vllai vogël i ngjan më shumë babi. Pika jote e dobët. Po, pika ime e dobët. Ngjani? Fëmiu im nuk ngjan bashkë, pa i ngjan më shumë me babin. Me babin. Lini, përmendëm më përpara faktin që ti ishe shumë e lidhur që në Amerikë me pjesën e suplementeve dhe vitaminave, që amerikanët e kanë një filozofi të jetuarit të tyre. Këtu i përdor, besoj. Po, i përdor. Ne jemi drejt fundit, zakonisht e kemi një dhuratë gjithmonë për të gjithë të ftuarit tanë, janë pikërisht
suplemente në lidhje me shëndetin. Sa qef është kjo e ankte që më pëlqen shumë. Po, atë që të përmenda pak më përpara. Po. Dhe është vërtet fantastik, të qetëson. Po. Pas Cerebellës, ky është ilaçi kryesor për një gjumë të shëndetshëm, po, dhe për ëndra të bukura. Faleminderit shumë për këtë super dhurat. Faleminderit edhe për prezencën tënde, për sinqeritetin që të karakterizon. Faleminderit shumë. Për humorin dhe për atë energjinë e mirë që vërtet të transmeton sa herë del. Je shumë e mirë. Faleminderit për çdo gjë. Nuk e di nëse u than të gjitha, mendoj që për veten u than të gjitha për momentin. Kisha kohë pa thënë të gjitha. Po, do kemi përsëri raste të tjera për të folur për veten me Lej Krajn. Faleminderit që na ndoqët dhe rishihemi sërish.